Cili është mesazhi që ti do t'ju jepi këtyre të rinjve? Çfarë a duhet të dalin për të votuar apo jo? Çdo i ri do duhet ta kuptoj. Me mos votimin e tij nuk është se ka zgjidhur gjë, thjesht i jep mundësi X partia apo X partia tjetër thjesht ta fitojë dhe me 30%, nuk ka problem. Voto më këtë duhesh. Këtë ti mendon, por voto. Voto që pas 4 vitesh atë partinë që ti ke votuar, nëse fiton, ta dënosh nëse si ka mbajtur ato premtimet. Pra të votojnë për atë që duan, por vetëm mjafton të votosh se nuk ka rëndësi për të kuqen, për të lutën, për të bardhën, jeshile. Mjafton të shpresh një vullnet tënd. Në momentin që ke shpreh vullnetin tënd, ke hedhur hapin e parë për të respektuar veten si qytetar. Edhe kjo është fillimi. Është mesazhi yt për të rinjt. A duhet të shkojnë në 11 maj për të votuar? Çfarë do t'i kërkoja unë të rinjve është që as nuk e diskutoj që ata duhet marrin pjesë në procesin e 11 maj. Nëse politika bëhet e mirë kur ne votojmë, nëse ne e mbajmë në presion gjatë gjithë kohës dhe i tregojmë që jemi pjesëmarrës gjatë gjithë kohës, peticion, protest, ankesë, digjes, konsultim, llogaridhënie, jam i sigurt që ky vend do të jetë atje ku duam. Nëse miqtë tu do të pyesin, Denisa, çfarë më sugjeron, të shkoj të votoj në 11 maj apo jo? Çfarë do t'ju thoshe? Definitivisht po. Se s'bën, domosdo duhet edhe ne të shkojmë që të votojmë. Është mënyrë, domethënë, e kërkimit të një vetë qeverisje të popullit nga qytetarët që po jetojnë këtu. Njërë në 4 vite kur ty të vjen kjo mundësia për ta shprehur votën, mirë keq me gjithë problematikat që ka Shqipëria ne i dim tashmë, ti ta refuzosh të shkosh atje dhe mos ta bësh. Dhe kjo është një gjë që unë i them edhe miqve të mi dhe duhet ta them gjithë të rinjve që nuk ka rëndësi nëse ndoshta nuk jeni të bindur 100%, e rëndësishme është akti i të votuarit. Votoni, provoni dikë tjetër, jepjani votën dikujt tjetër, jepini atë shansin e dyshimit, po themi, sepse ndryshe asgjë nuk ndryshon. Ndryshe mbetemi këtu ku jemi. Dhe sugjerimi yt për gjithë miqtë të rinj që po na dëgjojnë tani është votoni.